Përshëndetje, si jeni? Kjo është dita ime e fundit në Stamboll. Unë pata një operim para disa ditëve, në datën 3, saktësisht. Pata një operacion për... Si që ju e dini, unë kam patur gjoks, nuk është se s'kam patur, por ishte bërë të një volumi shumë të madh që ishte vështirë që të vazhdoja të jetoja me të. Kështu që vendosa që ta zvogëloja edhe të bëja një lift. Ka qenë zgjedhje faktikisht që më dhe shumë kohë ta mirja, sepse nuk është se kam qenë shumë fan së operacioneve, biles mund të them dhe që kam patur pak frik nga ato, por thjesht u vendosa një ditë dhe shkaku bë fakti që mora vesh për këtë doktorin këtu në Turqi, i cili quhet Dr. B, është një nga më të mirët. Përshëndetje të gjithëve, si jeni? Unë sot jam për ditën e fundit time në Stamboll. Para 6 ditësh, saktësisht në datën 3 shkur pata operacionin tim. Pata një operacion për gjoksin, sepse si që ju e dini unë kam patur një gjoks shumë të madh, edhe jetesa me atë gjoks më bë çike vështirë, kështu që vendosa ta zvogëloja edhe të bëja një lift. Në fakt kam qenë shumë e trembur me idenë që të kisha një operacion, dhe gjithmonë e kam shtyrë si gjë, por thjesht erdhi momenti që nuk mund të vazhdoja më me atë. Vendosa të çfarë u bë shkak që unë të bëja këtë operacion, që pikërisht që dëgjova për këtë doktorin këtu në Stamboll, i cili është një nga më të mirët në botë, dhe biles hyn madje, ky doktori është në klasifikën e 5 më të mirët në botë. Edhe vërtet ishte shumë profesional, edhe shumë i kujdesshëm, edhe më dha këshillon më të mirë për këtë procedurë, le të themi. Operimi shkoi shumë mirë, edhe jam shumë e lumtur për këtë, dhe jam shumë e lumtur edhe për rezultatin që mora nga operimi. Edhe gjëja më mirë është që fillova të kisha një jetë normale që ditën e parë, fillova të ecja, të ushqesha vetë, të bëja të gjitha vetë. Ndoshta dhe forca ime, por mund të them që dhe nuk ishte një operim që më shkaktoi shumë dhimbje. Nuk e di, ishte dora doktorit apo si shkoi kjo punë, por që ngjera shumë e kënaqur. Nuk dua absolutisht të lë dhe pjesën e stafit mbasdore, sepse dhe ata ishin një pjesë e rëndësishme e kësaj eksperience. Kanë qenë vërtet shumë të sjellshëm, shumë të edukuar, shumë me kulturë, edhe ato infermierët u bën vërtet si nëna mbi kokën time, edhe për çfarë do lloj gjëje unë kisha nevojë, ato ishin gati aty për mua. Edhe vërtet do më marr malli për ato. Kjo klinika është një klinikë që të siguron për standardet më të mirat, që nga momenti që ti mbret nga avioni në Stamboll deri në moment cilin ti ikën, gjithçka është standardi shumë i lartë, look, edhe vërtet një trajtim si VIP-e. Kjo klinika, përpos faktit që është shumë e mirë dhe ka doktorat më të mirë, por dhe i ka gjitha standardet vërtet shumë high, vërtet shumë të larta, është luks nga fillim deri në fund, edhe eksperienca është e gjitha. Gjithë eksperienca këtu është shumë lartë, që në momentin në cilin bëret nga avioni në Stamboll dhe në momentin të cilin ikën. Përpos kujdesisë e të gjitha me radhë, po dhe vetë klinika është shumë luksoze, edhe e shoqërua pastaj me, si thash, gjithë profesionalitetin e tjerë. Unë nuk e di, kam ngelur shumë e kënaqur, bilesa të ditë që lash atë klinikën, si më duke që do ta lija, por tani kësime do kthehemi prapë, ndoshta, jo, nuk e di, do shikojmë. Por vërtet unë sa të kem mundësi edhe sa herë do më pyesin për një klinikë ku të bëhen operacionet, në gojën time do ngelet gjithmonë këtë klinika që është Aesthetic International. Unë ndërkohë ju puth, ju përqafoj, edhe shqitemi.